Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulillah. Të gjitha adhurimet patjetër duhet të ngrihen mbi tri shtylla, të cilat njihen si shtyllat e adhurimit të zemrës. Këto shtylla duhet të jenë të pranishme në çdo adhurim, në namazin tënd, në agjerimin tënd, në haxhin e në umrën tënde dhe në të gjitha adhurimet me të cilat ne synojmë të afrohemi Allahut të madhruar. Ta bësh adhurimin tënd të qëndrojë mbi këto shtylla e ato janë dashuria, shpresa dhe frika. Robi adhuron Zotin e tij nga dashuria që ka për Allahun e madhruar, me shpresën e shpërblimin e tij dhe me frikë nga dënimi i tij. Këto tri shtylla tek dietarët njihen edhe si motor të zemrave. Pra, zemra ka nevojë për motor të cilët e vënë në lëvizje dhe e lëvizin atë drejt adhurimeve. Sepse kur lëvizin zemrat, trupat i pasojnë ato. Kur ato nuk lëvizin, bëhen të plagështa dhe bëhen të prirura ndaj të kotës. Më fuqishmja prej tyre është dashuria, e cila e shtyn robin drejt adhurimeve, drejt të dashurit të tij. Përderisa frika e mban në rrugën e drejtë dhe e mbron atë nga devijimi, ndërsa shpresa është ajo e cila e udhëheq robin drejt mirësive dhe adhurimeve. Gjithashtu, kjo është një bazë madhore, sepse adhurimi i vërtet nuk realizohet pa dashuri, shpresë dhe frikë në të njëjtën kohë të gjitha së bashku. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në një hadith kutsi duke e përcjellur nga Zoti i tij ka thënë: "Wa izzati la ajma'u ala 'abdi khawfayn wa amnayn." Pasha madhërinë time nuk ja bashkoj robit tim dy frikra dhe dy siguri. Idha khafani fi dunya amantuhu yawm al-qiyamah. Nëse më friksohet mua në dynja, do ta bëj të ndihet i sigurt ditën e llogarisë. Wa idha aminani fi dunya akhaftuhu fi al-akhirah. Ndërsa nëse në dynja ndihet i sigurt ndaj meje, do ta friksoj atë në ahiret. Kur Hasan al-Basriu i erdhën disa njerëz dhe i thanë: "Pse i frikson njerëzit në ligjëratat e tua? Pse i tremb ata?" Ai ja ktheu dhe tha: "Të dëgjosh dikë i cili të frikson derisa të arrish sigurinë dhe të ndihesh i sigurt është më e mirë sesa të dëgjosh dikë i cili të bën të ndihesh i sigurt për momentin, mirë po derisa të arrish frikën e pastaj të friksohesh." Andaj frika çon në veprim. Pasi që të kesh frikë, do të veprosh, do të pendohesh dhe të kthehesh tek Allah. Fjalët vetëm friksuese çojnë në dëshpërim, ndërsa fjalët vetëm shpresdhënëse çojnë në guxim të tepruar ndaj Allahut. Andaj njeriu duhet të jetë me dy krah, me një krah shpresë dhe me një krah frike. Nëse mbi ty mbizotron ana apo ndjenja e frikës, atëherë duhet ta kujtosh shpresën. Ndërsa nëse mbi ty mbizotron ana e shpresës, patjetër duhet ta kujtosh frikën. Dhe kështu të fluturosh me këta dy krah drejt derisa ta arrish vendin e lavdruar tek Allahu i madhruar. Andaj vëlla dhe motër e nderuar, lidhe zemrën tënde me mëshirën dhe me shpresën tek Allahu i madhruar. Këto janë disa parametra të cilat e ndihmojnë njeriu që ta balansojë rrugtimin e tij drejt Allahut të madhruar. Tani në muajin e bekuar të Ramazanit, muaji i bekuar Ramazanit është një dhuratë të cilën Allahu i adhuron robit e tij që ta rregullojë këtë ekuilibër të zemrës. Robi adhuron Allahun, agjeron edhe atëherë kur askush nuk e sheh. Agjeron jo vetëm nga ushqimi, mirë po edhe nga gjërat të cilat do t'ia zhvleftësojnë atij agjerimin dhe do ta zemronin Allahun. Shpreson gjithashtu në shpërblimin e Allahut dhe në mëshirën e tij. Shpresa gjithashtu forcohet në këtë muaj, sepse robi e din se dyert e faljes hapen dhe shpërblimet shumë fishohen, dhe shpreson në pranimin e ibadeteve dhe adhurimeve të tij, në pranimin e namazit, agjerimit dhe pendimit. Njëkohësisht në muajin e Ramazanit, robi mëson edhe frikën, nga se ka frikë nga mospranimi. Dhe kjo nuk përçon ndjenjë dëshpëruese, nuk që në dëshpërim, përkundrazi. Kjo e bën robin më të përulur, më të kujdesur dhe e bën vigjilent. Muaji i bekuar i Ramazanit kështu bëhet një shkollë e ekuilibrit të zemrës.
nga se dashuria e shtyn robën drejt adhurimeve, shpresa është ajo që e mban lidhur me mëshirën e Allahut, ndërsa frika e ruan nga pakujdesia. Muaji i Ramazanit nuk është vetëm një muaj agjerimi, mirëpo është stërvitje e ekuilibrit të zemrës që ja mundson pastaj robit të jetojë jo vetëm një muaj, mirëpo të jetojë me këtë ekuilibër gjatë gjithë vitit derisa e takon Allahun me zemër të pastër dhe të qetë.